Me vullnetin e Zotit dhe me bekimin e familjes time. Erdi koha të vërtetës, bashk, dignitetit dhe shpresës, bashk. Kam shumë qëllime, por i pari që kurzon çdo qëllim tjetër është të mbaj përgjegjësinë për çdo zotim dhe fjalë të dhënë. Dignitetit dhe shpresës, bashk, pjesën dhe nesër, bashk. Tani që jemi të bashkë, kudo ku shkojmë me vërtetin, këtë ndjenjë e kemi gjatë gjithë kohës. Dhe së bashku mund të bëjmë mrekulli. Zotri Limani, e fillojmë këtë bashkëbisedim nga aty ku e keni filluar ju 4 vite më parë, si kryesuesi i Këshillit Komunal. Pastaj këtu qëndrua 3 vite dhe në vitin e 4 u ngjitët në krye të komunës. Na folni pak se çka do të veçonit nga kjo përvojë juaj. Fillimisht falenderoj për ftesën dhe mundësinë që të bashkëbisedojmë. Po, para 4 viteve, atkohë në zgjedhjet lokale të vitit 2021, unë isha bartës i listës Aleancës për Shqiptarët dhe Alternativës dhe asoj kohë u zgjodha si kryesuesi i Këshillit të Komunës së Gostivarit. Afër më pak se 3 vite shërbeva si kryesues dhe më 8 korrik të vitit 2024 mora postin ushtrues detyre kryetari i Komunës së Gostivarit. Si eksperiencë, si përvojë, ishte një përvojë jashtëzakonisht e mirë, do të kisha thënë, sepse ky mandat i kaluar, këshilltarët të cilë shumë pjesë e këtij mandatit, gjithmonë dinin si të debatojnë dhe kur duhet të debatojnë, por gjithmonë në të mirë të qytetarëve. Më vjen mirë që gjithmonë ka pas bashkëpunim shumë korrekt, ka pas një harmoni në Këshillin Komunal të Gostivarit, edhe pse ka pas edhe përplasje idesh edhe debate të ashpra, mirë po gjithmonë në suazat e asaj njerëzores, dhe më vjen mirë që ashtu si e lash ashtu edhe vazhduan, pastaj edhe me kryesuesin zotrin Namik Durmishin, dhe mund të them që kjo është ndoshta gjë më e mirë të cilën e kemi arrit të lejmë një standard të politikbërjes e cila zhvillohet në mënyrë të civilizuar dhe mbi gjitha në mënyrë shoqërore. Me qenë se jemi ke salla e Këshillit, na thoni, a ishte domosdoshëm të bëhet ky investim? Sa ka kushtuar edhe nga i keni siguruar mjetet financiare? Po mirë, ky investim apo ky renovim nuk i takon veç sallës komunale, por përfshin gati se të gjithë katin përdes, domethënë janë të renovuara edhe toaletet, kemi zyra për të punësuarit administrativ të cilat punojnë në Këshillin Komunal, si dhe hapësira tjetër, domethënë gati se gjithë kati përdes është renovuar. Sallën e vjetër, edhe ju keni qenë prezent në të njëjtin, mund të them ndër sallat ndoshta më të lanë anësh në tërë shtetin dhe me të vërtet ishte nevojë sepse gjithmonë edhe kur kishim edhe këshill komunal, por edhe evente të ndryshme, të gjithë e shihnin si një nevojë për të përmirësuar kushtet këtu. Ka kushtuar diku nëse s'gaboj 35 milion denar dhe të gjithë këto mjete janë të siguruara nga Komuna e Gostivarit, nga buxheti vetanor. Atëherë, zotri Limani, keni bërë një fushat të qetë dhe të matur, do thoja unë. Megjithatë, ju nuk e filloni nga zeroja. Prapa ju shqëndrojnë rreth 30 projekte të realizuara në një afat për një viti, edhe 50 të tjerë për të cilët tashmë i keni siguruar mjetet. Na thoni kush do jenë 3 prioritetet kryesore për mandatin që vjen? Po, në këto do të kisha thënë 15 muaj kemi punuar. Normale dhe rrethanat na dhanë mundësinë që të punojmë dhe të realizojmë numër aq të madh të projekteve dhe projektet të cilat i kemi siguruar, si le të themi 3 shtyllat apo projekte më të mëdha infrastrukturore të cilat planifikojmë është ura e re mbi lumin Vardar tek gjykata, urë e re e cila do të jetë me 4 korsi, me 2 korsi për biçikleta dhe me 2 korsi për këmbësor.
Si projekt i dytë gjithashtu i rëndësishëm është edhe parkingu nën toksor këtu afër godinës së komunës së Gostivarit në 2 nivele, i cili do të siguron diku 126 vende parkimi, edhe sheshi i qytetit apo qendra e Gostivarit, për cilën kemi një projekt për transformim të tërësishëm, ku gjithashtu kemi të parapart edhe parkinge nën toksore, por edhe nën kalime me të vetmin qëllim që ta lehtësojmë lëvizjen edhe të veturave, por edhe të njerëzve, ta lehtësojmë me një fjalë komunikacionin në qytetin tonë, por edhe t'japim një dimenzion tjetër qytetit apo qendrës së qytetit tonë. Gjithsesi, paralel me këto, kemi parapa edhe projekte tjera infrastrukturore, posaçërisht edhe në infrastrukturën nën toksore, por edhe në pjesën e furnizimit me ujë. Kemi parapa normal më kanalizim në fshatin Çegran, rjetë për furnizim me ujë në fshatin Debresh dhe në të gjithë vendbanime tjera, mos i përmes një nga një, më thonë gati se nuk ka vendbanim ku nuk është parapa ndonjë projekt, qoftë ajo për rikonstruim apo asfaltim të ndonjë rruge, qoftë ndonjë projekt tjetër i cili është i nevojshëm për atë vendbanim. Ka një laramani projektesh dhe besoj se çdo cep i Gostivarit do të preket me projektet në 4 vjeçarin e ardhshëm. Pas çdo promovimi që bëni, e keni zakon të thoni, nëse më pyesni, a ka mundësi për më mirë? Gjithmonë them, po, ka mundësi për më mirë. Kush janë gjëra që do i kishi bë më mirë gjatë periudhës së kaluar, por që nuk keni pas kohë t'i arrini? Po mirë, gjithsesi çdo punë që bëhet në përgjithësi, gjithmonë mundet më mirë dhe gjithmonë mund të bëhet në mënyrë më të përkryer. Besoj që shumicën i kemi bë, por nëse kthehem, ndoshta do të kisha dashur që kemi më tepër kohë dhe pak më tepër mundësi, por edhe mjete që të bëjmë edhe shumë punë tjera për qytetin dhe për komunën tonë, posaçërisht të gjitha ato problemet me të cilat hasen qytetarët tonë vite me radhë, ndoshta edhe dekada me radhë, por të shpresojmë se në këtë mandat 4 vjeçar të gjithë punët do t'i bëjmë edhe më mirë se që kemi bërë deri tani. Atëherë, ujësillësit dhe kanalizimet, diçka për të cilat po flitet edhe në këtë kampanjë zgjedhore, edhe pse ato paratjesin domosdoshmëri, ndoshta është dashur të realizohen shumë kohë më parë. Megjithatë, kush do të kishin qenë zotimet e juaja që mund t'i bëni sot në këtë drejtim, dhe a mund t'i siguroni qytetarët që gjatë 4 viteve të ardhshme do të përpiqeni që të paktën të siguroni ujë të bollshëm dhe kanalizim në çdo vendbanim? Po, këto janë tema që i flasim tanë kohës dhe tema për që normal edhe qytetarët kanë shqetësimet e veta. Unë zotohem dhe besoj që deri në fund mandatit fillimisht problemin me ujë të pishëm do ta zgjedhim gati se në gjithë komunën e Gostivarit, që të mos na ndodh posaçërisht gjatë muajve të verës vendbanime apo pjesë të caktuara të mos kenë ujë, mirë po paralel me atë do të punojmë pak edhe në një kampanjë, në ngritjen e vetdijes për shfrytëzim racional të ujit, sepse është pasuri të cilën e kemi këtu në Gostivar dhe gjithsesi nuk duhet ta keqpërdorim. Paralel me atë do të punojmë edhe për sigurimin e kanalizimeve dhe fekale dhe atmosferik. Do të mundohemi dhe zotohem se do të mundohemi që deri në fund të mandatit t'i kryejmë gjitha, por duke i ditë të gjithë kërkesat të cilat janë, do ta bëjmë të pamundurën që ta arrijmë, mirë po për të mos dalur prej fjale, prapë do të them do të mundohemi që t'i kompletojmë gjithë, në qoftë se jo besoj që mandatin e ardhshëm kushdo që të jetë kryetar do ta vazhdoj aty ku ka mbet, por do ta bëjmë maksimumin deri aty ku mund të arrijmë komfort mundësive, posaçërisht mundësive financiare të cilat do t'i ketë komuna, por edhe të gjithë burimeve tjera financiare të cilat do të mund të shfrytëzohen në atë mandat 4 vjeçar. Kush është cilësia e ujit që e konsumojnë qytetarët? Unë mendoj që cilësia e ujit është e mirë po ende ka punë për të bërë, ashtu siç thash. Ne tani më veç të gjithë rrugët të cilat, shumica e rrugëve të cilat rikonstruohen tërësisht, ne aty bëjmë ndrimin e gypave të vjetër me gypa të ri dhe besoj që
tanë kohës, aty ku do punohet, do të vazhdojmë që ta bëjmë të njëjtën. Kemi më veç edhe një rjet të ri për ujë, i cili shpresoj deri në pranverë diku të vihet në funksion, kanë mbet edhe 2 pjesë për të finalizuar. Kështu që në përgjithësi gostivarasit mendoj që pinë ujë të mirë, gjithashtu kemi edhe faktikisht planifikojmë që edhe stacionin e filtrimit, i cili ka mbet edhe një fazë mirë po fazë e cila goxha kushton, do të mundohemi të sigurojmë fonde që edhe ajo të mbyllet si projekt. Jem bërë hapa pozitiv, por higjiena e qytetit lë ende shumë për të dëshiruar. Çka do të ndërmerrni ju për një gostivar më të pastër? Po, gjithsesi që ndërmirën tanë kohës hapa dhe është evidente se ka ende hapësirë për përmirësim. Hapat të cilat i kemi ndërmarrë, flas posaçërisht që 6 muajt e fundit, kemi marrë 2 kamiona për mbeturina, për barqen e mbeturinave, një tërësisht i ri dhe një shumë pak i përdorur, dhe diku mbi 100 kontejner të ri, por gjithsesi paralel me këtë kemi punuar që të sigurojmë edhe fonde, por edhe mundësi tjera të shfrytëzojmë. Një ato është linja me Bankën Evropiane për Rikonstruim dhe Zhvillim, me të cilin më veç afër 2 vite gjysë ose 3 vite ndoshta punohet në projektin nëpërmjet Ministrisë për Ambient Jetësor, ku duhet të sigurohen diku mbi 1000 kosha, mbi afër 150 kontejner, si dhe 9 kamiona të ri për barqe të mbeturinave, dhe besojmë dhe shpresojmë në qoftë se kjo realizohet spaku deri vitin e ardhshëm, atëherë dukshëm do të përmirësohen kushtet në drejtim të menaxhimit me mbeturina, por paralel me atë do të përmend se Gostivari është një nga 2 komunat të Republikës së Maqedonisë së Veriut bashkë me Kavadarcin, e cila është pjesë e City Experimental Fund së bashku me UNDP-n, ku janë siguruar diku afër 200.000 euro, me të cilët faktikisht shqyrtohen mundësitë për menaxhimin me mbeturinat inerte, si dhe me mbeturinat mobilje të kështu me radhë. Besojmë që edhe në atë drejtim dukshëm do të përmirësohet menaxhimi dhe qytetarëve do të ofrohen mundësi të reja. Paralel me këtë, gjithsesi edhe qytetarët, çdo njeri prej nesh duhet t'japim kontribut që edhe higjiena publike, por edhe në përgjithësi të përmirësohet në qytetin tonë. Deponia Rusino, pasojat më tepër i vuajnë qytetarët e Gostivarit për shkak se lokacioni i saj gjendet në kuadër të territorit të komunës së Gostivarit. A planifikoni ju të inicioni ndonjë zgjidhje e cila sadopak do ta përmirësonte gjendjen në këtë drejtim? Po, deponia rajonale Rusino është deponi e cila ka kompetencat gërshetuara, ku jemi edhe ne si komunë e Gostivarit, sepse gjendet këtu në kufit tanë administrativ, por gjithsesi edhe Ministria e Ambientit Jetësor, si dhe ndërmarrja e përbashkët publike Rusino Pollok, dhe gjithsesi kur ka më tepër institucionet të cilat janë përgjegjëse në këtë rast për deponin Rusino, është gjithmonë pak më rënd për të ecë punët dhe proceset, mirë po unë gjithmonë edhe në kuadër të rajonit të Pollogut kam ngrit këtë shqetësim, sepse fundi ajo gjendet në Gostivar, në komunën tonë, dhe një prej intencave apo një prej insistimeve do tjetë që në një afat të caktuar ajo të mbyllet dhe të gjejmë një lokacion të ri. Është biseduar fillimisht para disa viteve për një lokacion të ri, mirë po mbeti ashtu. Unë gjithsesi në qoftë se fitoj besimin e qytetarëve, fillimisht do të insistoj që të kemi një afat për mbylljen e kësaj deponie dhe të njëjtën ta transferojmë në ndonjë komunë tjetër, por paralel me atë do të bëjmë çmos që të punohet në drejtim të modernizimit të saj. Aty më veç ato masat urgjente të se duheshte të bëhen janë bërë, funksionimi është shumë më i mirë se ka qenë para 4-5 viteve, por do të vazhdojmë gjithsesi të punojmë në atë drejtim. Ka pas gjithmonë
të interesuara edhe organizata ndryshme, por edhe kompani të ndryshme të cilat kanë një ide edhe për reciklim, edhe prodhim të biogasit e kështu me radhë, por shpresoj që tani pas mbarimit të procesit zgjedhor do të ulemi të gjithë të cilat bëjmë pjesë në këtë problem apo problemin me deponin Rusino dhe ta bëjmë më të mirën, të gjejmë një gjuhë të përbashkët dhe ta bëjmë më të mirën derisa ajo do qëndrojë aty. Pjesa më e ndjeshme e shoqërisë janë shkollat, aty ku gatuhen gjeneratat e ardhshme. Pse kërkoni edhe një mandat? Çka ka ngelur pa bë? Po, është punuar shumë edhe në shkollat fillore edhe në shkollat e mesme të komunës Gostivarit në këto 2 mandate. Janë investuar shumë mjete edhe pjesë infrastrukturore të cilat kryesisht gjithmonë janë obligim apo përgjegjësi edhe e Ministrisë Arsimit, mirë po komuna nuk ka kursyer gjithmonë aty ku është dashur të intervenohet, kemi bërë punën e duhur. Mendoj që ndoshta mbi 80% punëve dhe kushteve në shkolla janë shumë të mira, kanë mbetë edhe disa punë për të bërë, po mbi gjitha do punojmë shumë edhe në optimizimin, por të them edhe në atë drejtim që të gjithë nxënësve të shkollave të mesme që sigurojmë të mund që pas shkollës të mesme të kenë mundësinë edhe të punësohen. Një prej atyre shkolla e mesme teknike ku ka shumë drejtime pas të cileve ato të njëjtit mund të punësohen. Kemi edhe bashkëpunim me kompani private, me thënë ta quajmë si mësim kështu dual, ku bëjnë edhe praktik dhe në kompaninë të cilat pas mbarimit të shkollës mesme ata kanë edhe mundësi që të punësohen. Do të vazhdojmë edhe me përmirësimin e kushteve çdo kund ku ka nevojë. Besoj që në 4 vjeçarin e ardhshëm do të sigurojmë që të gjithë mësimdhënësit të kenë vendet e punës, të kenë nxënës të mjaftueshëm dhe të mos e kenë brengën se mund ta humbin vendin e punës. Sporti dhe kultura, letër njoftim që flasin shumë për një qytet. Kush janë pikat e forta të programit tuaj për këto 2 sfera? Po, në programin ton kemi parapa zhvillim edhe të sportit edhe të kulturës. Sporti, në drejtim të asaj, do të zhvillojmë infrastrukturën të gjithë terreneve të cilat ekzistuese, të cilat janë në komunën e Gostivarit, por gjithsesi do të punojmë edhe në çdo vend banim ku ka mundësi dhe ka nevojë të krijojmë edhe fusha të reja sporti, ndoshta më të vogla, por me të vetmin qëllim që fëmijët e asaj lagje të kenë ku të merren me sport. Gjithsesi edhe për kulturën në programin ton kemi parapa që gjithmonë ta përkrahim, ashtu siç e kemi përkrah edhe deri tani, të gjithë festivalet të cilat i kemi tradicionale këtu në Gostivar, do të vazhdojnë të përkrahen padyshim prej komunës Gostivarit, por do të mundohemi që qytetarëve tanë në mënyra të ndryshme që japim oferta të ndryshme në atë drejtim, në jetën kulturore dhe jetën kulturore në Gostivar ta bëjmë më të pasur. Shpresojmë që edhe qytetarët do të dinë ta çmojnë këtë dhe gjithsesi në ngjarjet kulturore do të vinë në numër të madh. Një vit më parë ishi pjesë e një turi demonstrues të autobusëve elektrik. A kanë të drejtë qytetarët e Gostivarit që ta kenë një shërbim të këtillë? Po, një vit më parë një kompani kërkoi që autobuset elektrik të cilat ato importojnë, t'i promovojmë dhe të bëjmë një xhiro këtu. Ne disa herë kemi shqyrtuar mundësinë për transport publik fillimisht në Gostivar, është duke u punuar një studim, por gjithashtu shohim mundësitë edhe për një bashkëpunim me ato transportues të cilët tash kryejnë transport deri në vendbanime dhe fshatra me subvencionim,
Gjithashtu do të punojmë në këtë drejtim dhe besoj që deri diku do arrihet, ndoshta jo për një mandat, mirë po me një strategji të mirëfillt, mund qytetarët të shpresojnë se në një të ardhme të afërt të kenë një transport publik elektrik. Këtu pa tjetër të përmend se në programin ton kemi parapa për taksi kompanit, për çdo veturë elektrike të cilën ata do ta blejnë, normal me vendim të Këshillit do të sjellim një masë që të njëjtat të subvencionohen me 100.000 denar. Besoj që me këtë do të bëjmë të mundur, do të shtyjmë kompanitë që sa më tepër të orientohen në vetura elektrike. Po rrugët e qytetit të Gostivarit, a janë mjaftueshëm të mira për këtë lloj shërbimi? Po gjithsesi, studimi i fizibilitetit do ta tregon të njëjtën, ndoshta nuk janë tërësisht tani dhe le të them kompatibile për një transport publik, por besoj se ka pjesë ku mund të bëhet transporti publik me autobus të tillë. Në fund do të tregojnë ato ekspertët të cilët e bëjnë këtë punë. Shpresoj se edhe me punimet të cilat i planifikojmë në këtë mandat, do të krijojmë kushte që autobusi elektrik të mund të lëvizë në qytetin e Gostivarit. Po taksi kompani me një ngjyrë që do t'i identifikoheshin? Po kemi edhe një ide të tillë, do të ulemi dhe do ta bashkëbisedojmë edhe me të gjithë taksi kompanit me pronarët dhe besoj që do ta zgjedhim më të mirën edhe për ata, por edhe për qytetin tonë. Atëherë, largimi të rinjve nga vendi një fatkeqësi që s'po merr fund. Çka mund të bëni ju për t'i ndaluar ata? Mirë, largimi apo migrimi është një proces global i cili ndodh faktikisht edhe në tërë kontinentin evropian. Gjithsesi, tani pak më tepër i theksuar në vendin tonë, ne gjatë gjithë kohës kemi punuar në atë drejtim. Kemi 3 qendra rinore, për të cilave 2 tërësisht i finanson Komuna e Gostivarit, qendrën rinore ICANN dhe qendrën rinore YCC. Gjithashtu në programin ton kemi parapa tani subvencione nga 60.000 denar për çdo biznes startup të rive të moshës deri 30 vjeçare, me të vetmin qëllim që edhe pak t'i motivojmë që të fillojnë bizneset vetë dhe për të mbetur tu, për të mos u larguar. Gjithsesi edhe ide dhe sugjerime tjera të cilët do të vinë në këtë drejtim, do të mundohemi të njëjtat t'i realizojmë. Maksimumin të cilën mund ta bëjmë, do ta bëjmë, por prapë besoj që është një proces i cili është i ndërlidhur me të gjithë rrethanat, jo vetëm në qytetin, në komunën tonë, por edhe në shtet edhe në rajon përgjithësi. Gjatë ditëve të kampanjës ju kemi dëgjuar që të zotoni për të siguruar nga 30.000 denar një buxhet vjetor për gjyshërit, të cilët kujdesen për nipërit dhe mbesat e tyre. Po, është një masë të cilën e kemi si pjesë të programit dhe me të cilën duam që t'i motivojmë të gjithë ato gjyshër të cilat kujdesen për nipnit dhe mbesat e vete, në të njëjtën kohë fëmijët e tyre dhe bashkëshortet e tyre janë në punë. Ti motivojmë për punën që e bëjnë, padyshim që ato e bëjnë me plot dëshirë këtë, mirë po të jetë një shenjë respekti ndaj tyre për gjithë kontributin që e japin në zhvillimin e familjeve të tyre. Po për ata të moshuar të cilët si pasojë e migrimit kanë ngelur pa përkujdesin e askujt, a mundet komuna që të inicoj ndërtimin e një shtëpie pleqësh, edhe pse nuk ka shumë kompetenca në këtë drejtim? Nuk ka shumë kompetenca, por si masë ne fillimisht do ta shohim se si do na shkojmë këtë masën e parë, e cila gjithsesi do të shqyrtojmë mundësitë edhe për masa për pensionistë të cilat ja i kanë fëmijët në mërgim. Jemi në kontakte edhe me institucionet relevante, por edhe me disa kompani të interesuara
të investojnë në atë drejtim, por edhe në shërbim për pleqë. Besoj që në mandat do të fillojmë diçka në do një projekt në këtë drejtim me të vetmin qëllim që të dalim në ndihmë të gjithë atyreve të cilët me të vërtet kanë nevojë. Përse qytetarët duhet ju votojnë juve dhe jo ata? Mirë, asgjë nuk është me detyrim, por besoj që qytetarët këto 15 muaj kam parë se sa me përkushtim punoj për qytetin tonë dhe për komunën tonë dhe shpresoj që edhe tani në zgjedhje do të më japin besimin dhe duhet të jenë të bindur se do të punoj me të njëjtin përkushtim, me të njëjtën energji dhe me gjithë dashurinë që e kam për Gostivarin. Nuk ju kemi dëgjuar që ju shpëtojmë fjalë të rënda për kundër kandidatët. Unë sot do ju pyes për disa cilësi të mira tek ata që ju i vlerësoni. Po, nëse flasim për të gjithë kandidatët, njëri nuk e njoh, të dy tjerit, Visarin dhe Sebajdinin njifem edhe normal para se të fillojë kjo gallë elektorale. Dhe mendimi im është se të dy janë profesionistë të mirë, janë me shumë përvojë dhe besoj që të dy kanë plot ide se si mund të kontribuojnë për zhvillimin e qytetit tonë. Zotëri Limani, çka prisni të ndodhë më 19 tetor? Po më 19 tetor, une pres që t'jetë një fest për gjithë qytetin dhe për komunën tonë, të gjithë njerëzit të dalin me familjarët, me të afërmit, të gjithë ata të cilët kanë të drejtë vote, të shfrytëzojnë votën, dhe të gjithë të dalin dhe të votojnë me Gostivarin në zemër, se Gostivari është mbi të gjitha ne, dhe besoj që ato do të bëjnë për zgjedhjen e duhur dhe do të tregojnë se kush meriton të udhëheqë ato në 4 vitet e ardhshme. Ne ju falenderojmë që ndajtët kohë të flisni me qytetarët nëpërmjet të televizionit ton dhe ju urojmë suksese në këtë garë. Faleminderit.